Nëse mund të ndalemi pak te kërkesa dhe oferta, cila është kërkesa që sot shtrojnë të rinjt dhe oferta të cilëve ju ofrohet, sepse shohim shumë biznese të cilët kanë nevojë për fuqi pune, por në fakt kërkesat janë shumë të larta, të paktën për pagën që ata ofrojnë. Ka një retorik që shkon konflikt në çdo brez, që thotë që ky brez i ri, gjenerata Z, nuk ka dëshirë të punojë, ose që janë dembel, ose që nuk përshtaten në vendin e punës, ndërkohë që nuk është ashtu. Të njëjtën gjë kanë thënë dikur për një gjenerat 10 vite më parë, 20 vite më parë apo 30 vite më parë. Vetëm të shikosh gazetat dhe revistat dhe artikujt e asaj kohe bën të njëjtin retorikë. Realisht të rinjtë e sotëm nuk janë të gatshëm të pranojnë çfarëdo lloj kushti që ofrohet. Përdesë ka një kërkesë kaq të lartë në treg për punëtor, do thotë që ato të njëjtën punë, siç e kanë sot, mund ta zëvendësojnë me një punë tjetër që është e ngjashme me të, mund të jenë 5 apo 10 punë të tjera të hapura të njëjtin profesion, të cilët kërkojnë punëtor gjatë gjithë kohës. Pra nuk janë të gatshëm të shtypen në vendin e punës, nuk janë të gatshëm të pranojnë përtrysnia apo presion psikologjik që ofrohet dhe që i jepet në vendin e punës, por janë të gatshëm të ndryshojnë shumë herë më shpesh nga çka ndryshuar prindrit e tyre. Në qoftë se shikojmë moshën e prindërve tanë, kemi këtë tendencën që një person qëndron në një vend pune për gjatë gjithë jetës së tij, për 20 vite, për 30 vite, për 40 vite ndonjëherë. Pra mund të themi që kanë qenë ndoshta brezat më përpara më të qëndrueshëm, ndërsa sot të rinjt pranojnë më shumë edhe të eksperimentojnë me punë të ndryshme, duke qenë se edhe tregu është më i lirë. Kanë qenë më të qëndrueshëm dhe kanë qenë ndoshta edhe pak të detyruar që ndrojnë në një vend pune se nuk ka pasur hapësira të tjera ku të shkojnë. Mentaliteti ka qenë pak më i mbyllur dhe njerëzit nuk kanë qenë të gatshëm të ndryshojnë shumë vende pune për shkak të stabilitetit dhe sigurisë së pagës. Tashmë, siguria e pagës nuk shikohet vetëm në një punë të caktuar, por shikohet duke u ndarë në punë të ndryshme ose duke bërë disa punë një herësh. Shumë prej të rinjve që punojnë sot janë të rinj që bëjnë të paku 2 punë. Dhe këto 2 punë duhet të parë nëse realisht punë formale, pra janë të formalizuara, në cilat ato janë të regjistruar duke pas një kontratë pune të saktë dhe të rregullt, apo jo punë që kryhen në mënyrë informale në të zezë. Realisht shifrat tregojnë që shumë prej punëve që kryhen sot për sot në Shqipëri janë informale.